Mjeku çudit botën, qepa shëron këto tre sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë, dhe qepa konsiderohet gjithashtu si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe mund të përdoret jo vetëm në kuzhinë, por edhe në lehtësimin e njësër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepës edhe gjithashtu ndikimin që ajo ka në organizmin tuaj sipas Healthline. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve kronike dhe konsumi i saj në dietën tuaj ditore mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Bashkë me shegët dhe çajin e malit që cilësohen si super ushqime të mira për shëndetin e njeriut, qepa renditen ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësi parandaluese dhe është e dobishme në trajtimin e njësër komplikacionesh, siç janë ato kronike, koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër problemeve të shkaktuara nga dëmtimi i mushkërive, nga ushqime të dobta, gjithashtu dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit dhe në sistemin tonë imunitar. Dhe konsumi i tyre në rutinën tuaj ditore mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i qepës në rutinën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën më mirë se sa produktet e tjera. Qepa do të ulë gjithashtu nivelin e lartë të kolesterolit, do të pengojë gjithashtu edhe forcimin e enëve të gjakut duke i bërë ato më të shëndetshme dhe akoma më të mbrojtura, si dhe do të mbajë larg komplikacionet e tyre. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët vuajnë nga diabeti. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë kështu një aleat e mirë organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2, gjithashtu edhe problemeve të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë në këtë rast nëse konsumohet të paktën një qep çdo ditë. Fale qepës se do të zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrënë qep në dietën tuaj të rregullt, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak, gjithashtu dhe peshën tuaj trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë, duke e bërë atë një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Sipas ekspertëve, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin e njeriut. Megjithatë, ata thonë se qepa është e mirë të përfshihet në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish. Kështu përfitimet e saj në mbrojtjen e organizmit do të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu do të lehtësoni edhe komplikacionet e shëndetit tuaj. Sigurisht, kombinimi i qepës në dietën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje që do të luajë rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Konsumi i qepës do të jetë gjithashtu një element i shtuar në imunitetin e njeriut. Qepa dhe hudhra janë elementet kryesorë të një kuzhine të shëndetshme. Shumica e ekspertëve rekomandojnë konsumin e qepëve të freskëta në rutinën tuaj ditore dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Sigurisht, konsumi i kësaj perimeje në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të luajë një rol pozitiv edhe në florën bakteriale të stomakut. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet, por jo në të gjitha rastet ato na sëmurin. Bëhet fjala për bakterie që gjenden në stomak që quhen prebiotik, të cilët janë të rëndësishëm për sistemin tuaj tretës në lehtësimin e problemeve të zorrve dhe mbajtjen e tyre më të shëndetshme, në lehtësimin e problemeve tretëse dhe gjithashtu në një florë bakteriale më të mbrojtur. Qepa është një produkt fantastik për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime tregojnë se konsumi i qepës rregullisht do të rregullojë gjithashtu mpiksin e gjakut dhe për këtë padyshim nuk do të shkaktojë luhatje të papritura të tij. Sigurisht, kombinimi i saj në format e saj natyrale dhe në mbrojtjen e duhur të shëndetit do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qepa është e mirë për njerëzit që vuajnë nga diabeti.
Studimet kanë zbuluar se njerëzit me sheqer të lartë në gjak mund të konsumojnë qepën në dietën e tyre si një ndihmë mjaft të mirë efikase në menaxhimin kundër luhatjeve të sheqerit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Për sa kohë ajo kombinohet në dietën e duhur në formën e saj natyrale, vlerat që do t'i ofrojë shëndetit gjithashtu do të jenë të menjëhershme në mbrojtjen e organizmit. Qepa është një produkt fantastik për personat që vuajnë nga diabeti, për sa kohë ajo kombinohet në dietën e duhur në produktet natyrale dhe konsumohet brenda normës së rekomanduar nga eksperti, përgatituni të merrni edhe vlerat e saj në dobi të shëndetit. Qepa duhet të dini se është e pasur me oligoelementë të tilla si sulfuri, potasiumi, magnezi, flori, kalciumi, gjithashtu fosfori dhe vitaminat e rëndësishme. Enzimat aktive që gjenden me shumicë tek qepa do të përmirësojnë shëndetin tuaj tretës dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacione në organizmin tuaj. Për sa kohë kjo perime konsumohet e freskët brenda normës së lejuar ditore, atëherë vlerat që ofron organizmi do ta bëjnë atë një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Ajo normalizon florën intestinale dhe pengon gjithashtu edhe rritjen e bakterieve të dëmshme, substancave toksike në zorrën e trash. Lëngu i qepës është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ju gjithashtu mund të bëni gargar me lëngun e qepës në rastet se mund të keni dhimbje të fytit gjithashtu. Lëngu i qepës mund të përdoret si një lehtësues mjaft i mirë i situatave tuaja shëndetësore, kryesisht kur bëhet fjala edhe për rënien e imunitetit. Qepa përmban elemente të sulfurit. Ky funksion i tij nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen tuaj të flokut, pastron fytyrën nga aknet dhe gjithashtu qepa njihet si një favorizuese afrodiziak shumë aktiv në betejën kundër komplikacioneve. Qepa është e rëndësishme gjithashtu edhe për sistemin tuaj kardiovaskular dhe konsumi i saj me kujdes në dietën tuaj ditore do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Siguroni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Këto janë përfitimet kryesore sipas Brightside nga konsumi i qepës. Ajo do të lehtësojë dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qep, mbajeni gjatë gjithë natës në këtë formë dhe do të keni gjithashtu rezultate të duhura lehtësuese për shëndetin tuaj, pasi qepa ka veti të mira antibakteriale dhe antiinflamatore që do të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e organizmit dhe do të përmirësojnë shëndetin tuaj imunitar. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë e lëkurës tuaj kundër djegjeve nga dielli. Ajo lehtëson plagët e kuzhinës dhe lehtëson gjithashtu djegjet nga dielli, duke u renditur si një prej përzgjedhjeve më të mira në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e inflamacioneve. Qepa do të zbejë shenjat e plakjes. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë gjithashtu tavën nga soba ose duke gatuar në tigan, qepa mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj, dhe konsumi i saj me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e problemeve të lëkurës. Qepa do ju bëjë të keni një lëkurë të bukur dhe plot me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë atë të jetë më e shëndetshme duke parandaluar irritimet ose edhe puçrat. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në uljen e temperaturës së lartë. Kjo metodë në dukje, gjithashtu si një shpikje nga gjyshet tona, është mjaft efektive edhe e pranueshme në lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Përpara se të vishni çorape, vendosni disa feta të qepës të prera në shputat tuaja të këmbës dhe shikoni se si temperatura juaj do të ulet ndjeshëm, sidomos edhe pas përdorimeve të tilla të qepës. Qepa është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese dhe gjithashtu mund të lehtësojë edhe komplikacionet e shëndetit. Çelësi qëndron te mënyra e përdorimit dhe gjithashtu edhe mënyra se si ajo do të veprojë në organizëm. Nëse ju ka pickuar grerza ose insektet e tjera, vetit antiinflamatore të qepës do të parandalojnë reakcione të tilla alergjike, duke cituar atë si një prej perimeve më të dobishme në dobi të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.